Kombëtarja e Kosovës e ka publikuar listën për dy ndeshjet e muajit nëntor ndaj Slovenisë dhe Zvicrës. Kapiteni Amir Rahmani është rikthyer pasi mungoi në muajin tetor së bashku me Baton Zabërgjën. Ndërkohë, në listën rezervë kanë rënë Florent Hatërgjonaj e Florian Haxha. Në vijim lista e plot: portier Arjanet Muric, Amir Saipi, Visar Bekaj, Faton Maloku; mbrojtës Amir Rahmani, Mërgim Vojvoda, Lumbar Delova, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi, Albian Hajdari, Kreshnik Hajrizi, Dion Gallapeni, Leart Sadriu; mesfushor dhe sulmues: Balon Berisha, Elvis Rexhbecaj, Leon Abdullahu, Veldin Hoxha, Lindon Emrllahu, Meriton Korenica, Ermal Krasniqi, Baton Zabërgja, Edom Zhegrova, Milot Rashica, Florent Myslia, Fisnik Aslani dhe Vedat Murishi. Grumbullimi i Kosovës do të bëhet të hënën më 10 tetor, ndërsa 3 ditë më vonë përballet me Sloveninë në një ndeshje vendimtare për ëndrrën Amerikë 2026 të botrorit. Trajneri i kombëtarës shqiptare të futbollit Silvinjo është faqur sot para mediave për të shpjeguar listën e lojtarëve të grumbulluar për ndeshjet me Andorrën dhe Anglinë vendimtare për kualifikuesit e botrorit 2026. Tekniku ka shpjeguar para mediave zgjedhjet e tij teksa ka detajuar edhe planin dhe pritshmëritë që ka për ekipin për këto dy sfida që mund të hapin rrugën drejt pjesëmarrjes historike në play-off të botrorit 2026. Sa i përket listës, unë kam thënë gjithmonë se bëhen 3 vite që jemi këtu dhe po vjen një moment shumë i bukur që po mbyllet një vit e më pëlqen që të vijë në grumbullimin e fundit në kushte për të konkurruar për një play-off. Është shumë i bukur, deri këtu është mirë, kemi 2 ndeshje shumë të rëndësishme. E kam thënë që nuk është ende momenti që të marrim lojtarë që luajnë 100%, por nuk ka qenë kurrë momenti ynë. Kemi marrë lojtarë edhe jashtë ekipi. Ne, për fat të keq, kemi një limit, nuk është se kemi 70-80 lojtarë, monitorojmë 40-45. Bajrami ka bërë një rrugtim shumë të mirë me ne, por prej 3 vitesh, kush është golashënuesi ynë më i mirë? Është Zoti Bajrami me 7 gola, pra duhet të shënojmë dhe shoh listën, e them 7 gola, pastaj Hasani 6, Manaj 4, për te kësaj Bajrami më jep besim kur del në fushë. E vërtet që nuk jam kënaqur, as unë e as ai që nuk po luan, por unë duhet të arsyetoj rreth këtyre numrave. Golevarazhi, unë respektoj shumë Andorrën, herën e fundit kanë barazuar në miqësore dhe me Letoninë, kanë humbur në shtëpi me Serbinë, por që i mbajtën në barazim për një pjesë. E pash ndeshjen ishte e vështirë dhe Andorra kishte mundësi të qarta për të barazuar. Në kundërshtim nga e majta janë ekip që nuk dorëzohen, nuk posojnë 4-5-6 gola. Nga Anglia unë e di dhe lojtarët e dinë që është një ndeshje e vështirë, luajnë me zemër e shpirt, mbrohen 90 minuta, bëjnë 100%. Nuk do të jetë e thjeshtë për të fituar. Unë si trajner nuk e bëj këtë arsyetim, nuk është momenti. Kemi bërë rrugim të mirë deri tani, kemi humbur një ndeshje deri këtu, kemi mundësi të shkojmë në play-off. Unë pres ndeshje më me intensitet. Loja në pret një ndeshje e vështirë, 100% dua them të gjithëve, nuk mendoj për gjëra të tjera, për momentin jo. Berisha dhe Gripshi. Me Don Berisha, po shohim që po luan më shumë. Sa më shumë luan, më mirë për ta, për ne, për të gjithë. Ai ka shënuar, bën rolin e organizatorit hibrid, po bën mirë, jam i lumtur, është lojtar që më pëlqen shumë. E kemi marrë në Europian për të marrë eksperiencë për të ardhmen. Nuk është se një lojtar kur vjen luan. Herën e fundit për fat të keq nuk e aktivizova, por nuk do të thotë që nuk më pëlqen, përkundrazi më pëlqen shumë. Më pëlqen që del në fushë, luan, vjen këtu me entuziazëm. Sa i përket Gripshit, është një lojtar që më pëlqen në miqësore, e njihja pak, teknik, inteligjent në fushë, bën një rol në krah që hyn brenda, teknik dhe shënon. Ai ndeshjen e fundit ka bërë më 26 tetor. Ka 15 ditë që është me pushime dhe ka humbur shumë. Kemi folur, i kemi dhënë një plan pune, por janë ndeshje të rëndësishme dhe na duhen ndeshje që minimalisht postër viten, por po mendoj vetëm për Andorrën e për Anglinë 2 ndeshje shumë të vështira. Ismaili dhe Tuci. Ismaili është kthyer nga dëmtimi, jam i lumtur se po luan, ai kthehet, është një lojtar te i cili kemi besim, po bën një rrugtim me ne për 3 vitesh. Sa i përket Tucit, ka bërë 2 ndeshje me ne në Ligën e Kombeve me Gjorgjin, jashtë dhe në shtëpinë e Çekisë. Luajti edhe ndaj Ukrainës, por fat të keq kaloi një transferim që humbi pak kohë dhe një dëmtim. Më pëlqen futbollisti i nisur si organizator, që mund të bëjë numrin 9, shënon, është inteligjent,
e mendoj si një opsion më shumë në fushë dhe na jep mundësi goli pasi e ka golin. Ai më pëlqen edhe në aspektin strategjik për dy ndeshjet e radhës. Kriteret e listës. Kriteri ynë ka qenë gjithmonë se vjen jo sepse luan 10 ndeshje me Realin, apo se nuk luan me ekip tjetër, vjen sepse na intereson dhe e përgjigjet. 2 muaj më parë Manaj ishte jashtë listës, se humbi penallti me Serbin. Unë mund të flas për Manajin se e njoh që nga viti 2014, pas 97 ditësh, pas penalltisë së humbur me Serbin në shtëpi, ishte një lojtar që nuk vlente për kombëtarin, nuk ka lidhje, por Manaj duhet u bë hero. Nuk ishte as i dobët dhe as hero, është një lojtar që bën mirë dhe përfaqëson fanellën tonë, si shumë lojtarë të tjerë. Unë, si çdo trajner, nuk mund të punoj shumë mbi në më shërben apo jo. Bajrami është golashnuesi, nuk mund të them nuk më shërben. Ne duhet të arsytojmë të vendosim besim që të shkojmë në fushë dhe përfaqësojnë fanellën. Në 4 ndeshjet e fundit kemi fituar 4 ndeshje, më japin djem besim, i marrë në fushë ata përfaqësojnë mirë dhe po bëjnë mirë. Mendoj se ky është kriteri. Kemi bërë shumë ndryshime në 3 vite, por kjo është pyetje për ta trajtuar me një kafe përpara në të ardhmen. Muja janë 2 gjëra të ndryshme. Kriteret e karakteristikat e lojtarit. Muja ka bërë kualifikuesit e Europianit. Muja në nivelin më të mirë bënte lojtarin e krahut të djathtë, nuk është sulmues, por ekuilibruesi i skuadrës me aftësi fizike dhe inteligjent. Tene Broja ka marrë këtë vend se është sulmues, se na duan lojtarë që shënojnë apo prodhojnë në fazën ofensive, si Asani, i cili është një nga golashënuesit. Muja është pak më ndryshe, është më shumë sfushor që ekuilibron skuadrën. Tene nuk ka vend shumë në këtë moment se duhen gola e sulm. Broja po e bën, Uzuni e bën se është sulmues dhe është më shumë karakteristik sulmuese.